kohëve të fundit e kemi pa që ti ke humbë edhe babajin. Çka do t'jetë diçka që do të përcjell gjithmonë nga babajet? Është një temë hala e ndihshme. Kom qenë pak ma lidhme, si fëmijë. Falni. E di që humbja e babit ka prek edhe ndoshta nuk është në një periudhë të duhur që të flasim se tha që është shumë shpejt, por gjithmonë duhet t'i kujtojmë, apo jo? Patjetër, ti fillon e mësohesh me dhimbjen, po që dhimbjen e ki gjithmonë edhe sigurisht që prindi është prind, edhe është një pjesë që ty ka më të mungu ta njëtën, edhe që nuk mundesh me shpreh ato që e ndjen, sa do, kështu që... Çka do të përcjell një këshill nga babai, gjithmonë në jetë? Më ka përkrahur gjithmonë. Atë ka kritiku? Nuk ka qenë prej atyne njerëzve. Mamin e ka ma shumë. Këtë pjesë ja kalon mamit, po... Edhe pse jemi rrit me një vend të vogël, si që është Podujeva, edhe në atë periudhë kur unë si fëmijë kom pas dëshirë me rryp qetësou, me qenë aktive në shumë fusha, si për shembull dhe në teatr, shfaqjet janë majtë edhe në orë të vona, unë kam qenë njeri, asnjëherë nuk ka qenë kundër, gjithmonë kom pas përkraje prej të dy prindve. Kështu që kjo është për më ju falenderu ta njëtën, se thjesht më kanë lënë me realizu ëndrat e mia. Shpresoj ta kujtoni gjithmonë për momentet të bukura, ceke që mamin e ki kritikuese. Për çka të kritikon zakonisht mami? Nëse mami më thëtë ke qenë mirë, unë e di që më qenë mirë, po, është shumë e drejt për drejt, edhe nuk është prej aty në nanave që e vladi vetë është më i miri, e vladi vetë që dhe që të bënë është okej, kështu që kritikat i kam shumë të sinqerta prej anës saj, edhe që më ka supportu të në kohën edhe ajo. Në cilën fush donë mami me të pa më shumë, në aktrim, këndim, tek talentet të cilat une me siguri besoj që në të ardhmen do të shohim edhe nga aspekti kuzhinës diçka të krijosh.